Që pelu viktimën, zakonisht për ato dhe për akuzojnë edhe banorët. Nuk është të elu viktimën, se unë e kom zonës 18 vjeqarë sa Eliona dhe në ato vjetë së në lunë viktimën, po jetu e zbulu jetën. Do thonë Eliona tu e zbulu jetën, tu e zbulu qka ka i ndodhë, plus historia që i ka ndodhë, këtu krejt përzien e bojnë... Është super traumë, më ndej për to. Që e ka ndodhë për publikun... E bojnë një koktel shumë shqitë. Do thonë labi, ose ka e bojnë strategjin me forcu Elionën me bodisan, ose me destabilizu di qysh për me reagua jo, për me edhe mu dok para publikut një lojtare ndryshe, a mas besoj që pe bën me mendim të keq. Ti mendon në më thënë që kjo loja të sulmoj që të ngrej vazhdon edhe funksionon në Big Brother? Kjo një strategji që për shambull japonez të bojnë te për me nëzans, i shtin momente matë këqia për ata mu destabilizu mu bu nervos edhe nervoza është një mënyrë që e kupton jetën edhe e ndryshon vetën. Ljabi ka aftësit, mëndësisë... Nuk e di. Po, ndoshta që ta, po së besoj që një njerë mund me qenë me shpirt keq për mujtë mja bo dhe këta, nuk e di. E të një pyjtë shkort, falë flutra. Pa me rak, falë. Me që unë dëllidhja, së pas mendimin tënë, a do duhet të zhvillohet loja në qësi suaza, ashtu i përdor gjithçka nga ja, është ndodhit, ose gjithçka që ka mund me ditë potencialisht për ty, për të kalumën tënde, për thimjet e tua, një ish partner, a do duhet ishin pjesë e lojës, apo që aty shkon vendi mu zbuluju me njëni tjetrin, me unjof me njëni tjetrin, me dhe me luftu mbi atë që akë një ofru, që a i shkon mas loja ferë për mendimin tëmë. Po tash Big Brother e ka bo qëtësan dhe ka shilabin mandej, do më dhaj, a i ka mujt me studiu se cilin banor, mi a studiu historin, edhe mu ma kish lizu pak historinë, dhe dikit dë sende për mu, do thonë, ja ka ofru këtë mundësi, a i tash... Po menon që është e qëllimshme? Nëse ja ka jap këtë mundësi, a i si kur ju një loj, për shemë kur lu një loj, nëse e ki një kod me mujt me ditë ma tepër, se cilë e bën qatë kod. Në thonë, besoj që labi e ka marrë qëtë forës, po kjo nuk mund me zgjatë, ose e ka memorin tepër të madhe, ka lezu shumë edhe ka gjithë shka me të regu, po s'ka shka me kalzu tjetër me qato merët. Ama që si situata kena dhe njetë, jo veç në Big Brother. Po, që si Viviana ballafaqua me gjithë det. Dikur që s'ka në kvalitet, mundohet me t'i gjithë pikat e dopta për mund para 20 vjetë që ka ndërë. Nuk e në shien të Gjeke, që shtë që të provokim të labit ndaj Elionës, po do këtë pak i të prumë? Po krejt provokimet e lobit janë të prume, se janë në ndrez. Dhe me Elionën të e ditë e pas parasysh që ka pas rasti. Une me gjitha ato nuk po kuptoj regullat të produksionit janë që nuk duhet me pru informat. Ape jashtit, edhe lobin gjdo ose në gjdo prajmë, gjdo mundësi që i jepët, e bën që ato, që nuk në regull. është pra në bashkëpunim me produksionin? Jo. Ose pe stimulon produksionin? Produksionin këta ka stimulu me të vërtet me zgjuh shpijen për gjumë, që janë konë gjumë. Edhe aty që, aja aty ka marrë një elian, edhe tash kom përshtypje që s'ka kush e nalë, po që ajo kapaciteti ti, ajo s'ka kapacitet ma të madhë. Apo dhe kush i thaj kebre, kjo Gerta e kja IQ 28. Apo me ndoni që lobi me qitë strategji... Vetë besimin 228. Apo me ndoni që lobi me qitë strategji ka me vazhdu gjatë, a ka me dalë shumë shpejt? A i ka me dalë, ka me dalë keq. Zdel shpejt, se i nevojitet lojës, ama ka me dalë keq. Ka ndalë njerës dhe para tina keq. Apo dhe do që të ishin... Ka ndalë njërës ma të dita. Ka me dalë momentin që e krymë këtë lojloje, se pas të s'ka me ditë që me lujtë mas. Ida, apo menon që unë ngret Eliona në sytë të publikut mas që ti provokimit që jamon i lobi, si do mos më qatë pjesën e daljes. Po në qëfar dëlloj momentu Eliona është rritur? Eliona është rritur që javën e parë, dhe më thënë që me provokimit që ka bo Benita me Albën, ka vazhdu pastaj është ngritur prap kur ka të regu historinë në vetë personale, që ka qenë absolutisht edhimshme për gjithë. Vazhdon edhe ngrihet edhe me provokimet e labit, vazhdon të ngrihet me maturitetin që të regon, mu nuk po më pëlqen që edhe getoarit ashe përmendi, vajzë shumë pa e re, ju jeni një, ke ju mrena nuk shivet më mosha, jeni të gjithë lojtarë, është loja e barabartë për gjithë. Me gjitha ta ajo po të regon një maturitet për te i moshës së saj, le ta themi dhe këtë që, ndoshta e ka bërë dhe jeta dhe vështirësit që i ka kalu, që ti marri gjërat më me të gëlltitet njerë dhe pastaj të flasim, mos të nxjerri fjallën me njerë pa menduar,
Mendoj që Eliona do shkoj shumë largë nëse vazhdon të tregoj stabilitet, por se duhet të filloj edhe të lozi. Se deri tani ka qenë vetëm tabelqitje, ku vetëm ka prit sul me gjithë kohës, në ndërkohë tani duhet të filloj edhe të tregoj lozi. Që ti pas që Eliona të qetë kanë shku deri në finale. Unë qëtu Eda si moderatore s'po fajtona me ty. Po jam dakord zemër, mos më fajtona. Se unë mendoj që duhet me pas parasysh pak moshën, se mosha edhe t'jepe eksperiencë personale, qysh mi ballafaqu situatat, se si një 18 vjeqare, po... Jem 18 vjeqare ti 35. Je fut një format ku konsideroni të barabart në lojë. Po se cili, Arbresha, ajo na pëjdim që motivi sajnë është për mes që ti formatit ajo nesër me kryu një karierë të vetë. Po nëse flasim të mosha, atëre na dujme me pas parasysh që si një 18 vjeqare nuk mundet me pas eksperiencë një 30 Po të gjithë banorët, 40 vjeqare. Të gjithë banorët, përveç këtyre dy rasteve që ti përmenda, të gjithë e kanë rrujt Elionën pikërisht për shkak të moshës. Në më thënë e kanë rrujt, nuk e kanë sulmu, janë tregu shumë kujdesshëm dhe sa e gjitha me radhë. Jo më kote kishte e pëlqyër në abëqonit. Për shkak të historisë, se sa të moshës për këtë rast. Arbresh. Moshat bën matë meqëm do njëherë dhe matë pikun, edhe duare që shqipërjeton ato sene, sa ki mri me ra binar, shu që do njëherë 18 vjeqare, gjenë strategi shumë matë mirë, pajtona shumë me ty, në këtë rast, une po këthejna prapë të labi e lëndrimi është shumë ma i rinë në moshë se labi, po për mendimin tam u përgjegje dhe ju kundër përgjegje shumë ma i pjekun se sa labi. Po, Arbresha, po menon që Eliona është lojtare e qetë apo e plagosur? Mu po më duket natyra saj, fenotipi saj është e qetë. Unë gjithmonë e thëmë këto ka njerës të qetë dhe temperament, por nuk ka njerës të urtë. Se cili e ka shpërthimin e vetë. Në një moment? Po, sepse lidhe me mua, si temperamentin që është në një herim përsi. Ti e ki temperamentin shumë të lezetshëm. Po, falim dirit, të tra dhe naturi, të upje, ka njerë po qëtësohemi ndë një rase. Po, që kjo eksperiencia jetës dhe përvojave. Getuar, a është forca... Falë, mendova që e kryve, jo, mendoj që edhe për që ka traumën, ajo është të padiskutueshme, tragedia dhe mosha që ka kaluar, e dhvin kome, uri me këm, bashkë më tepër në një mosha asësoje, në një mosha madhore dhe ka njëherë gjej metoda të ndryshme me kamuflu ose ndjekin formula, kështu që ajmë ndi pas dy elemente, por thash që shpesh herë njerëzit e qetë në këto formate kanë ditë me shku dërin fund, edhe që ka me kujdes, po ja afron, po dhe me pas qasje, mendoj që dërsta do të tregoj vetën shumë fuqishëm dhe mundet me mri finale, nuk i dihet pratë. Getuar, a mendon, a është forca e heshtjes më e madhe se sa agresioni? A flet heshtja ma shumë? Heshtja mundu me forma shumë, po nëse... Po flasim brana Big Brotherit ashtë, nuk po flasim kështu në përgjithësi. Që brana Big Brother s'di a është një forcë, se është një format që lypë me njëherë gjithë shka, si publiku, për shambull, ka nevoj me pa sendet interesant, debatis, mund është mja fillu kadar, se cili me flajt, me folë, me faleminderit për këta, me bo bukën, që dhe publiku mërzitet edhe në rënë kanal. Dhe më thonë, me njëherë lypë një send, energji, qka lypë publiku dhe reflekton qka dhe me të regu Big Brother, që aty o problemi. Dhe më thonë, nuk mundën mja lanë për keqet Big Brother, se dhe publiku e lypë që ato. Nësi publiku lypë sendet mira, Big Brother mund më fru sendet mira. Nësi publiku lypë sendet pak ma dinamike, pak ma, ashtu të mja ofru Big Brother. Se cile kene jo një armë në tipin e juaj që mundën i mja ofru publikut. Shamu ato po e shoh që kush po dhe me knu se meret me këndimin, po e ofrojnë që ata për publikun. Po e marrin vëmendjen që asësoji. Nëse ti ke pas një aftësi ndryshe prej tëne, është do ashme e përdorë shumë a shumë. Dhe mendoj se cili ka një armë në tipin e vetë që mundet mja ofru publikut dhe jetës faktikisht. Ti kishe vun rresht për një gjithë, ju kishe bo seansa spiritualizmi. Edhe ajo do kishe qenë. Unë e menoj që... Edhe shkurtën e kishim su pak që shme... Unë e menoj që në qovë se Getuari kishë kalzu pjesë të spiritualitetit, atëre dinamikës kishë pas lojave që kishim patë krejtë si Buda qetë, që gjithë kështu i u dheqë, në debatet, po kishim qa emision, kisha pas edhe ure qef. Gjeke, a i gjykojmë njerës, a jem të prirur mi gjyku njerës pa e audit historinë? Po gjithmonë, po menej, a është natyrën njerëzore, jo veç të na... si popull që jemi shumë paragjykus, edhe kjo në rastet Big Brother edhe vrejët edhe ma shumë. Gjë që është, po menej, do shta bashkë përshatojnë që ato regula
që zbën më gjyku sa në të përsi ashtet, më cilë në lojt, se janë aty për më gjyku për lojnë që e bëjnë, jo për të kalumën që e kanë pasë. Po, e kemi... A po mendon që formati Big Brother VIP Kosova është të i vedisu njerës me këto edicionet të një pasnishme se e si kur e kom vrejt një farë tendence që nështë ta kam pas urejtje për një banor edhe kur aje ka tregu një historit vetën, një rëfim të vetin që ka qenë tragjik për atë, ka fillu edhe publiku mandena me pa me sy tjetër. Apo mendon që formati Big Brother pak po i vidison njerës mos mi para gjyku për historit e të ne? Unë mendoj që Big Brother si format ma shumë i ndjek trendet se sa që i ndryshan ato. Me gjitha të Big Brother VIP Kosova ka ndru shumë mentalitetin e popullit, po në ndryshimin e paragjykimeve rreth orientive seksuale. Që është shumë interesante, apë një studim mundët dikush më ullë dhe me shkru pse ka ndodhë që saksisht ka ndodhë. Po ndoshta është pikrish ajo që unë e cilë kam fillim që të gjithë këta të cilët e kanë tregu qatë histori, so kesh jënë një shpirtnisht, so e kanë vujt, populli ka fillu tash edhe mi pranu. Ndoshta që kjo është qajo që po vedisohën... Sindromen, po neve pak së shoshnjë e kemi na pëlqen viktimizimi, edhe i dojmë njerëz më patë të viktimizohën. Do më thonë edhe na pëlqen me i patë të tjirë të viktimizohën. Nështë ta se sile e gjenë e bësh një për tyre... Po menoj që e kryojmë raportin ma shpejtën që pëse i kalzomi të kujt viktim. Na jemi që kjo mentaliteti. Ajde kojna për klikime. Edhe na pëlqen me i patë rëfimet me patë dikon si viktim, sepse dhe vetë nështë ta trajtojnë do njëherë. Mirë, ato është se Big Brother ka formatin që e profimin për jetës, e tjere, në fund të ditës jemi njerëz, por kjo nuk do të thotë që i zvoglon para gjykimet në raport me të tjerët. Jo do më zëshmërisht, do të me ditë historinë e fluturës a është dikush, për me dash, ose për me pranu. Se këtë neve tjerve, për me na dash publiku. Ose me na pranu. Vlerësona ne për punën që bojmë dhe jemi okej. Mas jemi që to... Edhe kritikona një po ashtu. A me ndonë ti që... Shtira e kena me quaj s'na dojnë. Buta nga zemra. Se na kam su shoshnia mos forcu, nuk jo lëtë. Arbresha, a kemi na të vështirë si popull me i pranu traumat tona? Qa po menojnë? Na asë nuk i pranojmë, asë nuk i trajtojmë, kjo është me asë nuk i flasim. Dhe me ndë që kjo pikresht, dikush asë nuk e një që po e thot gjeke, sepse kur i kiti aftësi me kuptu që gjatë rukëtimit tënë ke pësu traumë, te ki aftësin ma ndje dhe me rikuperu vetën, edhe me bon ndryshimin, me evollu për te asoj. Fole me psikologën. Pikresht, që kjo jo është në raport... Se din për i shkafit vund të së mund është asë me trajtu. Edhe në mjekësi, smundjet cilave ju ditë shkaktari gjindët dhe ilaqe. Ilaqe, po jo aty një që s'ka diagnoza. Kurse di shkaktari... Na duhet mirë mi pranu traumat, me evolu edhe mos më këthin e kohën për fajt e dikujt, për ato, për këta, aprinta, familja, shoqnia, që ajo është forsa që bëme te i kalu, edhe që të shumë na me dojnë për atina rrëtit vicios. Dhe kjo ka të bëj, edhe me traumat e jetës, edhe me rjedhojen që shkemi nështruti vetës tonë, rrugës, ose fëmive që i ki edhe tutje. Por na duhet me vetën dhe s'ka ma mirë se mja pranu vetës kritikat edhe të rritë e të ndryshu më bu ma të mirë, që ajo ishtë dashme qenë. Ida, a mendon që i kemi na pak tabu rëfimet familjare kështu si popull? Ne kemi tabu që fardëlloj rëfimi që na prekmi personale. Po, familjare më duke që si kur jemi ma të ndishëm, si kur... Po, sepse po, bravo, se ndikohemi shumë prej vekut cilin kemi me marë, se na duke që me përfacojnë krejt familjen. Ajo s'mundet më shefën e familjen. Ka diko intelektuale, s'mundet në shefën. Ala ka njerëz që njerëzit për shumë kanë familjar me të meta, që i kanë familjar me autizm, apo me sindrom Down, apo me të meta fizike e tjera, që thjesht e mjullin mrena dhe nuk përshpegojnë kur. Mërë kancerin e familjarit e më shefin? Nesa, jo pësa është krizma tutje, është krizm vete, po gjithmonë kështu kemi qenë, neve nuk kemi qef do më thënë që të na dëgjej komshia, si ka qenë ajo parulla me cilat jemi rritur, më se ngrej zonin se të dëgjejnë këshit. Dhe që aty fillon edhe... Jo që ka ndohë trauma mërë në familje, që ajo s'ka lidhje halli që pëndosë, do më thënë, po më rëndësi më se ngrej zonin se këshia, po na dëgjojnë edhe marë, tjera. Ne jemi shoqëri që jetojmë për tjerët. Ne jemi shoqëri që më shumë e vlerësojmë opinionin e X-it y-it se sa vërtet
realitet aty që ndodh brenda te nesh. Deri kur të çlirohemi nga kjo, atëherë do fillojmë edhe të evoluojmë dhe të bëhemi dikushi si shoqëri. Për sa kohë që na akoma luftojmë me hallin e komshinëve, apo mendon komshiu keq për mua apo mirë, atëherë kur gjau puna jon. Domethënë do rrim në vend numër A. Unë mendoj rreth kësaj temës që nuk duhemi me qenë kaq të mbyllur, nuk duhemi me pas temën e familjes tabu, nuk duhemi me pas tabu edhe temat për problemet tona personale, sepse kur nuk i dihet, ti mundesh me folë në këtë rast me dikon që mundet me të gjetë një zgjidhje për problemin të cilin jetu kalu, se na zakonisht i dim që çështjet emocionale dinë edhe me na blloku, edhe për me bëj zgjidhje. Edhe mendojmë gjithmonë po është mirë individuale ajo para gjykime, sidomos në rastet e smundjeve, më falni. Jo, zamër, ideja është që na kemi dy ekstreme shoqëni. O e marrin të drejtën me hyrë në tema që nuk ju takon, do një privatësi, dhe me ta shkatru dhe shëndetje mendor, pra, ose edhe kemi kësi ekstremi tjetër tabu, komunikim, qof mi prind, qëto që a i diskutum dhe me tani që për mua janë shumë normale dhe shumë bazike. Dhe më thonë, jemi mes dy taborë ekstremeve që na prodhojnë fatkeqësisht veç probleme ma shumë. Si në rastin që e patë musafire pa u kitën që tha unë e ko majtë sekret veç për shkak të pytjeve që kishin dashtë me u shmang pytjeve që për me pasu në aspektin tem psikologjik ma të qetë dhe me te i kalu smundjen ma qetë. Atër po kalujem edhe të një dinamik tjetër e Big Brother që është shumë kureshtje për publikun edhe për mu personalisht besoj edhe për juve Edi edhe Dolce. Raporti i Edit edhe Dolce, vitamina Dolce. Na si që kemi patë gjithë, kanë qarkullu disa reelsa nga Grande Fratello, Dolce deklarohet Fratello, po unë e fatkeqësisht jom nga Kosova. Grande Fratello. Si të them edhe njerë të lutem? Grande Fratello. Grande Fratello. Na thua, aksentin të italiane. Na e kemi pa në disa video të shkurta që Dolce realisht paraqitet si ju e dashuruar si single. Si single ka është. Po mirë, me boloj ka shkuar tek e fundit. Po veç, po du me dalë në fund, sepse Dolce kur boni lidhje direkte me Edin, ajo interesimin e pare pa të Edi, apo ju duke që ka qenë një lloj strategjie e Grande Fratellos për mos me jep ajo detaje pak ma shumë, sepse reagimi edhe kur e pyetën kur u lidh lidhje direkte, sa do që e pyetshin privatisht, Dolce reagoj ke me gjeste. Jo, se Dolce kur u lidh atje s'ka qenë direkt, ka qenë dhomë të rrëfimit. Banorët e Grande Fratello nuk e kanë ditë që kjo o lidhë me... Po, unë e komendoj, a është strategji e atyne e produksionit që mi thonë ti mbaje të mshaftë edhe luja u këtyne një loj për shkak të dinamikës. Qa po mendojnë, Getuar? Qështë ke pati mas pari raportin e tëve mrena? Illuminati mu ki bo. Apo a? 5.0 Rone. Jo, nuk mendoj që është njësur nga produksioni, ndoshta është edhe thjesht loje Dolce sa jo për me depërtu ma shumë aty. Po, mëre, pse jo? Okej. Dolce është një femër tepër e fortë dhe i ka, për shembull, i ka 31-32 vite, është tepër, ka do vite pak ma shumë se, jo, ama, është me mosh pak ma tepër se Edi. Do më thonë, kjo histori ka ndodhë pak si qishtu, do më thonë, Edi me vjetë të vita o dashuru në Dolcen se ka eksperiencën dhe i ka të regu si një qetësi, si një sant mirë. Dolce i ka vitet e veta dhe ka eksperiencën e vetë dhe e din që ka donë, që ka zdonë dhe besoj që nëse me ka kalu me Edin, është një san një vërtet. Por, ndoshta Grande Fratello s'ka dashur me të regu këto për me mujtë me lujt dinamizmin e lojës, normal. Po mujën e me vrejt për bisetës edhe në fillim kur e hapëm Dolce Edi, po më duket që ti po e shep pak ma dashurum Edi në Dolcen, se sa Dolcen në Edin. Po duket që Dolce e ka ma shumë lojë nda Edit, Edi është ma i sinqert. Qa po mendon? Kur i ki 25 vjetë, që një femën pak ma me mosh, tepër e bukur dashurohet në ty edhe ti e vlerëson ato tepër ma shumë dhe idealizon ato. Cougar mama. Bo disen që tepër i madhë, Edi e donë, besoj që e donë shumë dhe e respekton shumë. Dolce edhe ajo e ka mënyrën e vetë. Ma shpejt, me dashi ka të shumë bre, Getu? Dashuria s'pyta. Jo. Man Big Brother dinamika të në dashuria qasi. s'pyt mu përqy, dashuria s'pyt në pasë në shtarë tërheqe fizike në kohë të shkur, po me dashuru është punë e madhe. 3 javës të djarë, me dashuru është punë e madhe. Kur është punë e madhe... Po flasim për koncepte dashnis të këtyre viteve të fundit që a i shohem në vend, po për dashnis sinqert. Dashuria puna ma shkurt nëse do me ditë në jetë, është një sens shumë që ndodhë ose së ndodhë. Për një minutë. Ndodhë, dashuria ndodhë ose nuk ndodhë. Nëse
për shembull atëherë njerëz që janë martu pa u pa dhe kështu e kanë lidh punë dhe ju ndashuruar ndoshta me kohë, po kur e sheh një person që të rjek, një shpirt që e don, ta don zemra, mund të shpejt të mund të Nuk mohojmë tërheqjen kimin këtë në rregull, veç dashnia, në mësoaza të mëdha. Uroja, ndoshta unë kam gabim. Uroj që të zgjat dashuria e thyrrit të dashuria. A ti mendon domethënë që Edi e don për një me? Unë besoj që. Edhe unë e besoj. Veç unë mendoj që nuk e don për një me, që e bën për. Pse fluturat si psikologët, çka ke pa reagime natyrale? Energjinë edhe Edi është luan horoskop, një ejcione, edhe e sakt i njeh luanat kur të fejt, kur bojnë sa në fejt. Se qësh Aja s'po mundet të nuk mund një luan, nuk mundet me funksionu, nuk mundet një luan me jep dashni nëse nuk është të endje. Mas pakti në çështje emocionale një Leo, mundet mu fejt i ratë. Mas pakti, kështu që mu energjin që të din me lujnë bukur, ama te çështjet e ndjenjave, pak jemi shumë të drejtë për drejtë, si për mirë se për keq. Jeni emocionali. Jemi emocional. Përgjithësi krejt njerëz janë po duhet aty mrena? Kush po duhet për vërtet, s'ka dashuri tjetër vërtet, ama Edi sepse Edi është për shembull kur do me shku në WC, thotë po shkoj në WC me bo qita, po shket është i vërtet, të tregon çfarë po ndin, domethënë edhe kur dashurohet të tregon që e shef, nuk mund me rrejt asën. E ka ke boka po stillet, po sot janë dolçe, vitamina. E keni pa ju vet. I ka roj imuniteti, kreti edhe pa vitamina dolçe. Është koha për një shtëpisë të shkurtër dhe po kalojna me bllokun e dytë për sonte. Bloku i dytë sonte është... Hajde, Gjeki, hajde, vazhdo. Që to vazhdo, se sanet spontane janë shumë të mira. O konsultum para pratit. Ju kanë zunë